E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tiron Alilin pikërisht këtu, në kanalin Monitor TV, sepse dua të ndaj me ju një analizë për ngjarjen që ka ndodhur brenda kësaj shtëpie dhe në fakt që po ndodh në Big Brother për javë të tëra. Afrimiteti, marrëdhënia, ndjesi të krijuara mes raportit të Selinës edhe Mirit. Tani që në ditën e parë, Miri kur u bë pjesë e kësaj shtëpie, afrimitetin e parë që në fakt u bë një krevat arsyeja, ai e bëri me Selinën. Të gjithë banorët filluan të asocojnë, të gjithë banorët filluan të dyshojnë, Miri dhe Selina vazhdonin rrugtimin e tyre. Mbriti letra e babait në shtëpi. Selina nuk arriti dot ta kupton atë letër, në një farë mënyrë e keq kuptoi, apo e ka kuptuar dhe s'ka dashur të tregon që e ka kuptuar. Erdhi vllau i Selinës me informacione të gjitura në këmish. Ishte po e njëjta gjë, Selina nuk bëri ndryshime. Erdhi Greta, kunata e saj si banore. Selina nuk ja dëgjoi fjalën dhe vazhdoi me Mirin masovikisht të luan lojën. Tani, vjen Shkëlzeni, futet në shpellë dhe Selin shkatron gjithçka, sepse Shkëlzeni ja thot qartë informacionin që Selina jashtë po del jashtëzakonisht shumë keq dhe është skandaloze. Në anën tjetër, Miri, i cili sot, domethënë flet të kundërtën e gjës, afrohet me Selinën, ndan momente me Selinën, ndan çaste me Selinën, krijon ndjesi në Selinën, dashurohet në Selinën, sepse kjo është vetëm dashuri, sepse edhe mbrëm gjatë kohës pas përfundimit të Prime-it kur Rogerti filloi që ta provokon Mirin në aspekt ndjesie për Selinën, Miri tha aty mos më prek. Kur thua aty mos më prek, do me thënë automatikisht kjo goca ka një diçka shumë të veçantë në zemër për ty. Kush është fajtori në këtë mes? Në këtë mes me patjetër që të dy janë fajtor. Në fakt nuk e quajtë arsyeshme fare, Miri çohet në këmbë dhe i kërkon falje babait të Selinës për gocën e tij që ja ka prekur flokët, shpinën e tjerë dhe thot para gjithë banorëve kur e kam ngrënë unë këtë makaronin, ti do e hash tani për shembull, i thot Gimbos, dhe në anën tjetër nuk i kërkon falje bashkëshortes së tij, Miri. Do me thënë kjo është pak për të çudit, sepse ti në momentin kur të vjen një informacion edhe thua dëgjon fjalë të tilla për veten, ti automatikisht duhet mendosh për familjen, se si po e përjetojnë familja këtë gjë dhe çfarë po ndodh jashtë. Do me thënë Miri duhet të stopon edhe duhet të tërhiqet. Kujdes, sepse këtu po ndodh diçka, por unë mendoj që Mirit nuk i është bërë vonë fare për raportin me Selinën, nuk i është bërë vonë fare se çfarë mendon bashortja e tij, se po ti bëhesh te vonë, ai do kërkonte një lloj sqarimi me bashorten dhe do stepeshte. Kujdes se kjo gjë po keq kuptohet jashtë, do me thënë, edhe loja ka një lloj limiti që ndalohet. Por e kundërta, që në fakt nuk po ndodh në Prime, të gjithë janë të fokusuar tek Miri dhe askush nuk shkon t'i bën Selinës pyetjen, "Okej, në rregull, jam Miri është i dashuruar me ty dhe ndjen, po ti çfarë ndjen për Mirin?" Do me thënë, ty që të shtinte që të rish me Mirin, se Miri nuk e mori me zor. Prandaj, për të akuzuar një njeri, unë mendoj që këtu në këtë mes duhet të akuzuar dy palët, nëse do të bëjmë një akuzë. Dhe Selina i pëlqente që të ri me Mirin dhe të ndan kohën me Mirin dhe të kaloj çaste me Mirin dhe të argëtohet me Mirin, por dhe Mirit i pëlqente anasjelltas të ri me Selinën, të ndaj çaste me Selinën dhe të argëtohet me Selinën. Dhe këtë gjë unë e shoh të përbashkët. Tani Selina e pa që do me thënë po digjet, e pa që po del shumë keq jashtë, e pa që po del një përçarse dhe për të mos humbur autoritetin e saj, bëri këtë lëvizjen që ndryshoi lojën. Por në fund të ditës, do me thënë, sa fajtor është Miri në këtë mes, aq fajtor është edhe Selina. Po pse Miri gjykohet më shumë? Sepse Miri nuk e ka vënë në asnjë mënyrë dhe në asnjë pikë ndjesinë e familjes së tij. Do me thënë, ai në asnjë moment nuk e ka përmendur se çfarë mund të ndjen gruaja ime Rabea jashtë, si e ka marrë ajo këtë momentin,
Çfarë shikon ajo në këtë moment? A duhet të ndaloj unë apo nuk duhet të ndaloj unë? Se në fund të ditës Selina edhe mund të arsyetohet me faktin që unë nuk kam askënd jashtë, thjesht brenda kam të drejtën të krijoj dhe ndjesi dhe ne nuk mundemi t'ia ndalojmë emocionet Selinës me Mirin, edhe pse Miri është i martuar, sepse kemi shumë raste në shoqërinë tonë që një burr i martuar ka një lidhje paralele me një femër tjetër. Mendoj që në këtë mes që duhet të kontrollon situatën është Miri. Dhe Miri, ne e morëm si mendim që Miri do të përdorte informacionin për t'ju akmerur Selinës, por pa marrë parasysh se çfarë tha babai i Selinës, Miri nuk i akmeret Selinës, sepse edhe tani në këtë pikë të lojës, nga fakti që mbrëm Miri i thot Rogertit, në orët e vona ka qenë ora 2 natës që mos më prek tek ajo se dhëmb, në me thënë nënkupton që ti akoma e do Selinën dhe ti ndjen për atë, por nuk ke mundësin dhe guximin që ta thuash sepse e ke këtë pjesën e familjes jashtë. Unë mendoj që Miri duhet të ndanë hesapet, aty brenda ka hyrë për një lojë. Aty brenda ka hyrë për të luajtur, ndoshta edhe Selina, sepse e shikoj që e shikon me bishtat syrit, e shikoj që e shikon me vëmendje, ndoshta edhe Selina ka emocione brenda, por është duke kontrolluar gjithçka sepse nuk dëshiron që të del jashtë. Fundja fundit njeriu edhe mund të krijon një lloj emocioni dhe mund ta shuan atë emocionin vetëm me mendimet e tij. Por Mirin e shoh pak më të dështuar në këtë drejtimin, nuk di të kontrolloj emocionet, nuk di të kontrolloj ndjesitë, nuk di të kontrolloj atë shpirtin e tij dhe realisht po dështon në çdo prajm duke dhënë arsyetime, duke mbrojtur raportin me Selinën, duke mbrojtur Selinën, duke folur me ndjenja për babain e saj, a duke harruar domethënë babain e tij dhe familjen e tij. Se në këtë mes Miri duhet të thotë m'fal o zotni, më ke quajtur pervers, e di ç'do të thotë fjala pervers? Ti mua më ke ofenduar, po pritun të shoh njëherë si ndihet kjo familja ime, të shoh njëherë si ndihet kjo bashortja ime. A është momenti që unë asaj duhet i kërkoj falje për gjëra që unë i kam tepruar? Do të thënë, njeriu ulet dhe bisedon me veten, ndërsa Miri nuk e bën këtë gjë në asnjë mënyrë dhe këtu po dështon në lojën e tij. Unë mendoj që Miri nuk e rëmbeu Big Brotherin, por Big Brotheri e rëmbeu Mirin. Dhe jam i bindur që në momentin që ai do të del nga Big Brother, do të pendohet jashtëzakonisht shumë për karakterin që ka përdorur aty brenda, për njeriu që ka treguar aty brenda, sepse nuk dije të nxjerrën anën më të mirë dhe nuk dije t'ia vjedhën të mirën lojës. Tash ju fansat e zjarrt të Mirit duhet t'i ndihmoni Mirit, qoftë edhe me një dron, për t'ia dhënë informacionin se po dështon, domethënë po bëhet leckë të gjithë banorëve të tjerë, ndërsa ishte djali që hyri me potencialin më të fortë për të qenë edhe finalist. Për këtë arsye, unë mendoj që pyetjet nga ana e produksionit duhet adresuar të dyve, si Mirit ashtu dhe Selinës. Domethënë, duhet pyetur edhe Selina që a ke ndjenja për Mirin, jo vetëm Miri a ke ndjenja për Selinën. Ky është mendimi im në raport me Selinën dhe Mirin.